Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka mirëpritur konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Në një deklarim zyrtar, ambasada thekson se mezi pret të punojë me qeverinë e re për të quar përpara prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe përparimin ekonomik të ndërsjellë. Edhe ambasadori britanik në Kosovë ka uruar kryeministrin Albin Kurti dhe kabinetin e ri qeveritar. Ai tha se pret bashkëpunim, ndërsa shtoi se vendi i tij është i gatshëm ta mbështesë Kosovën në reforma e forcim të institucioneve demokratike. Edhe ambasada e Italisë në Kosovë ka uruar Albulina Haxhiun për zgjedhjen në krye të kuvendit dhe Albin Kurtin për riemërimin kryeministër. Progresi i Kosovës varet nga institucionet forta dhe të qëndrueshme që mund të çojnë përpara reformat dhe të forcojnë më tej perspektiven e saj evropiane, shkruan ambasada italiane. Po ashtu, kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka uruar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mandatin e ri në krye të qeverisë. Nëpërmjet një postimi në platformën X, Plenković shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë për rrugën evropiane të Kosovës, duke theksuar se Kroacia mbetet përkrahas i fuqishëm i integrimit evropian të Kosovës. Ndërkohë dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti për nisjen e mandatit të ri. Në mesazhin e tij, Begaj i ka uruar suksese në drejtimin e qeverisë drejt progresit dhe zhvillimit. Vazhdojmë